Ish të burgosurit politik protestuan para Kuvendit të Shqipërisë duke akuzuar qeverinë dhe kryeministrin Berisha për premtime të pambajtura lidhur me dëmshpërblimet që u takojnë kësaj shtrese shoqërore nga vitet e burgut të bëra në sistemin komunist, duke thënë se ndihen të mashtruar nga qeverisja aktuale. Një përfaqësi e ish të burgosurve shprehen para mikrofonit të Kanalit 7 se gjendja e tyre ekonomike është e vështirë dhe se ata ende nuk kanë marrë dëmshpërblimet e miratuara nga qeveria. Ne kërkojmë për njerëzit që janë gjallë, të jepet me njerëz dëmtimi material, për arsye se po vdesin dhe po i varrosin për lëmosh, në një kohë që paratë e tyre ekzistojnë aty ka shtetit. Më shumë se 14 deri në 15 veta me 85 vjeç, që thonë to në shkallë rubrike nuk ka zotëri to. Dhe hene pa nxori me 70 vjeç, pastaj nxori me 85 vjeç, pastaj do nxori me 100 vjeç, që nuk ka njerëz tu me 85 vjeç. Këto mashtrime të këtij nuk do të kenë fund, zotëri. Regjimi sot në vazhdimi atij të djeshmit, përderisa sekretar partie kishim dikur, sekretar partie kemi sot, Sali Berishën. 13 herë ta shoku joni kemi dhënë votën. 13 herë zgënjime. 13 herë kemi votuar kundër vetvetes tonë ne, persekutorit politik. Ish të burgosurit politik akuzojnë mazhorancën se shpërndarja e fondeve është bërë në mënyrë të padrejtë. Konflikti i djeshëm ishte një provokim që ka bërë ishte hetuesi i Enver Hoxhës, ish prokurori i përgjithshëm, sot avokat, një nga avokatët më kryesor të drejtësisë shqiptare, edhe ne do ta kërkojmë gjithmonë në mënyrë ligjore që burgosuri politik Gjergj Ndreca të lirohet sa më parë, për arsye se ai nuk ka kryer krim. Kundrejt tij është kryer krim. Ai është provokuar, dhe siç është provokuar Gjergj Ndreca mund të provokohet çdo i burgosur politik. Ndërkaq, kryetari i shoqatës së ish të burgosurve politik Skënder Tufa kundërshton arrestimin e antarit të kësaj shoqate një ditë më parë, Gjergj Ndreca, duke thënë se ky është një tjetër sulm që i bëhet kësaj shtrese shoqërore. E mori fotosnanën e futi në burg, Saliu. Atë ditë që doli nga burgu i dha 87 milion lekë. Vall, ky që ka bërë burgu më përpara ç't mos japë këtij. Nuk po kërkojmë lekë për veten nga Saliu si politik. Unë kom gjyshin thash pushkatu, pa gjyq, e ka thënë që do japim 8 vjet, s'kan dhënë as 100 dark. Po këtij që është këtu sot ka bërë burgun vet ky. Këtij pse si jap lekë? Pse fatosit ja dhe? Dënojnë Xhmir Hoxhën për kafe, i dha parat e burgut. Dënojnë Ramazalin për kafe, i dha parat e burgut. Ky që kalon jetën me njerë, nuk ka bukë me hangër, nuk është turp. Qeveria shqiptare miratoi vitin që shkoi listën me të fundit me emrat e 426 të përndjekurve të regjimit komunist që përfitojnë dëmshpërblim për vitet e burgut, ndërsa numri aktual në rang kombëtar i ish të burgosurve politik që jetojnë ende është rreth 3200 persona.